Nisi zbatimin gati 2 muaj më parë, por projekti dua të luajë në zonën periferike të qytetit e këshfusha aviacionit në Vlorë është pezulluar. Një investim ku përfituese është Bashkia e Vlorës dhe që financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, por që punimet kanë stopuar dhe nuk dihet se përse. Në vendin ku duhet të zhvilloheshin punimet, këtë të martë kullotnin delet. Qëllimi i këtij investimi është të ofrojë një hapësirë stimuluese për fëmijët kundër thurën element natyror. Ky projekt konsiston në ndërtimin e këndeve që mundsojnë zhvillimin për aftësinë motorike të fëmijëve të moshave të ndryshme që aksesohet nga të gjithë, rimodelimi, por edhe përmirësimin e këndeve të lojrave ekzistuese të degraduara, sikundërisht një kënd lojrash në këtë zonë, me qëllim rritjen e aksesit dhe bashkëpunimit me element natyror, si dhe krijimin e infrastrukturave që ndikojnë në sigurim për grup moshat 0-14 vjeç, siç janë sinjalistika rrugore, barierat, hapësirat urbane rrethuese dhe këndet ekzistuese. Por projekti tashmë është pezulluar dhe nuk dihet se përse, pavarësisht se kur u nis 2 muaj më parë, u përshëndet edhe nga banorët e zonës.